Ai i shpall luftë të gjithëve atyre të cilët e dëmtojnë e shqetësojnë robin e tij të dashur. Thot Allahu i madhruar në një hadisul kudsi: Men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi. E kush i shpall armiqsi një të devotshmit, një personit të mirë, një që unë e dua, thot Allahu i madhruar, unë do t'i shpalli luftë atij njeriu. A e dini se në sa raste Allahu i madhruar ju shpallën luftë njerëzve? Në di raste. Rasti i parë është njerëzit të cilët merren me kamat. Allahu me ajet kuranor ju shpall luftë këtyre njerëzve